Që është të vërtet është temë nxehtë, i kanë ikë shumë partitë politike kësaj. Tash është evidente, janë ushtruar ankesat zyrtarisht në PZAP, do të shkojnë si duket edhe në nivele gjykatës përkatëse, kam fjalën për gjykatën supreme. Është evidentuar një lloj vjedhje brendshme brenda LDK-s. Ç'është që e evidentuti? Jo, po e kanë evidentu 3 deputet që janë ankuar dhe për një rast në vushtri është verifikuar sepse bëhet fjalë për lëvizjet vendeve deputetëve, 92 deputetëve me numrimin vetëm të votave të vushtrisë. Ndërkaq sa i përket inxhinieringut të votës me postë, unë i kam lexuar një raport bukur gjatë që nuk lë fije dyshimi që aty kemi të bëjmë me nga kush, cilin raport e ke lexuar? Një ankesë që është e vërteta, që është publike. Është raport, ajo është ankesë. Ankesë. Po nga kush? Lëvizjes vetëvendosje. Vetëvendosjes. Po. Dhe nëse shikoni, por e kam lexuar edhe një raport një djali i ri të Xhilanit që mirret shumë me këtë çështje dhe është bindës, një Ibrahimi mbi emrin, s'po më kujtohet emri aktualisht. Megjithatë, burimet e mia të informimit flasin se kemi të bëjmë me një impenjim të fuqishëm edhe të Serbisë, si në rastin e votave të serbëve në veri, ashtu edhe në rastin e manipulimit votave me post diasporës. Sepse bëhet fjalë për një për duket element që nuk janë verifikuar definitivisht, po unë pres që shpejt definohen si bashkëpunëtor të BIA-s dhe bëhet fjalë këtu sipas informatave të mia për një ish zëvendësministër të qeverive të kaluara dhe një bashkëpunëtor të deklaruar se ka punuar në institucionet e Serbisë, konkretisht në sektorin e analizës e UDB-s në Kosovë, që kanë qenë thellësisht angazhuar në inxhinierimin e votës. Po flet për Fatmir Shohullin? Nuk thesh emra. Po flet për to. Normal, zëvendësministër po thotë. Po zëvendësministri një ish zëvendësministër. Kush për cilin? Ai nuk u kon zëvendësministër. Unë po flas për një ish zëvendësministër dhe për një ish nuk flas një herë me emra, nuk flas sepse është duke u hetuar situata shumë seriozisht. Nëse ta bëj pyetjen për kënd, a më përgjigjesh? Jo, një herë jo. Nëse ja qelloj? Jo, një herë jo. Ta bëj me pyetje. Është përgjegjësi publike dhe unë nuk marr përgjegjësi sepse informacionet janë tilla që nuk janë publike. Po kemi të bëjmë me impenjim të fuqishëm për inxhinierim të votës në bashkëpunim me BIA. Po. Shtirë të koftirë bot. Kësa e rëndë. Ai sa dre... Normal. Hine luga, sa dre... Ky është U shkolle. Spari, rasti vushtrisë, Sa dre... përkatësisht ankesa e kandidatës për deputetë zonjës Krasnici, e kanë nxjerrë në sipërfaqe ose e ka shpërfaqur një fenomen i cili për fat të keq ndodh në krejt partitë politike, vjedhja mbrana partive. Do më thonë, ka dalë LDK, ja është përfaqe në LDK, por unë jam i bindur si në gjitha partitë politike ndodh ky fenomen. E para. E dyta... Aty është verifiku. Jo, s'ka lidhe, po tash, aty është, dëgjomni. Aty ka dalë që ka pas kështë përdërim të votës, ta shohim që do të del me këtë numërimin e 50 vendvotimeve, 35 nga cilat janë në vushtri, po ashtu. Po kjo nuk do të thotë që në vendvotime tjera, në komuna tjera, nuk ka pas kësi marifetësh. Por shkak se unë mendoj që ka pas edhe ka kësi marifetësh. Për mua është pikpyetje shumë e madhe. Çka ndodhi me atë investimin që u tërheq numërimi i votave që shka qenë më herët edhe u bark mu numëru dhe me në vende më të sigurta me kamera tjera. Do më thonë nuk pat efekt.